E artistit Akil Dashevci, e cila është hapur në shkollën fillore 7 shtatori në Prishtinë, duke sjellë një art të fuqishëm dhe një mesazh frymëzimi për komunitetin disleksik. Ta bësh një Kosovë të tërë krenare. Urime dhe suksese në të ardhmen. Në shkollën 7 shtatori në Prishtinë është hapur ekspozita e 8 personale e artistit Akil Dashevci, me titullin domethënës Zëri i ngjyrave. Ekspozita ofroi një udhëtim të veçantë përmes ngjyrave dhe emocioneve, duke sjellë vepra që reflektojnë ndjeshmëri, thellësi dhe krijimtari të pastër. Veprat e Dashevcit u pritën me admirim, ndërsa publiku pati mundësinë të përjetojnë artin që flet përmes formave dhe ngjyrave. Kjo ngjarje kishte një domethënie të veçantë edhe për një arsye tjetër. Akili mban emrin e fondacionit Akili, një organizatë që ai përfaqëson dhe që mbështet komunitetin disleksik me prirjen e art. Për shumë të rinj, Akili përfaqëson një model motivimi dhe kuraje, një dëshmi se arti hap dyer, krijon hapësira dhe u jep zë të gjithëve. Ngjarja u vlerësua si një moment i veçantë kulturor që afroi artin edhe më shumë me komunitetin dhe nxiti tek të rinjt dashurinë ndaj krijimtarisë. Shkolla 7 shtatori ndihet krenare për talentin, punën dhe përkushtimin e Akil Dashevcit. Ai përfaqëson më së miri frymën krijuese të nxënësve tanë dhe na dëshmon se me mbështetje, motivim dhe punë të vazhdueshme, artin mund ta çojmë gjithmonë një hap më lart. I urojmë Akilit suksese të vazhdueshme dhe falenderojmë që me artin e tij e pasuroi këtë ekspozitë në shkollën tonë. Nxënësit e shkollës 7 shtatori, aty ku Akili vijon mësimin, ndihen krenar që kanë një shok të talentuar siç është Akili. Unë Akilin e kom pas edhe në fillore dhe tash ajo është gjenerata jamja edhe më ka rrahë me unet me të, më shoqënu me të edhe është një person që të frymëzon shumë se pavarësisht gjithë shkaja, ai gjithmonohet me arrit ma shumë edhe është tepër i talentuar, që shposhit edhe pikturat e tina. Pavarësisht krejtve është një prej energjive më të mira që e kena pra me rastis si person. Edhe shpresoj që ai ka me mri ma shumë në jetë edhe dikur kanë me njoftë edhe tjertë. Akili është djalë shumë i mirë, i sjellshëm, aktiv, është shumë i shoqënueshëm, edhe e uroj shumë për punimet që i ka bërë. Nëna Akilit, Safa Boja Dashevci, thot se kjo ekspozit është më ndryshe krahasuar me ekspozitat e tjera. Kjo ekspozitë është pak më ndryshe se gjitha ekspozita tjera, është e teta me radhë personale a Akilit, po çdo herë kanë qenë të realizuar ose në atelje ose në koloninë ekspozita tjera. Kjo është pak më ndryshe për arsye se është realizuar në shkollën ku Akili si vjet është edhe maturant dhe kryen shkollën e mesme dhe është një ekspozit pak më ndryshe se herave tjera, ishin edhe vetë pamjet, janë të vendosura në këto shkalla që i ka shkolla, që i ka damon të shfaqura për ekspozitat e aktivitetet e shkollës dhe kjo ta jep një ndjesi pak më të afërt me pikturat. Akili suksese të shumta, jo vetëm brenda vendet mirë, për edhe jashtë vendit. Çfarë po planifikon Akili tutje? Sepse po na surprizon gjatë gjithë kohës. Akilit, ekspozitat edhe ngjarjet e Akilit ndonjëherë po na ecin edhe nuk po mundem gjitha me rand mi përcjell, por aktiviteti i artshëm i cili është ostimi i artshëm, rrugtimi përmes ngjyrave të Akilit është në muajin maj. Me 15 deri me 17 maj ka ekspozit në festivalin e filmit në Cannes, ku ka ftesën nga Pax Gallery, pjesën e parë e realizuar në Louvre, ka qenë artisti parë kosovar brenda Luvrit që ka ekspozuar dhe ka shfaq një interesim shumë të madh për arsye se ka qenë vetëm 18 vjeçar dhe një audiencë bukur e madhe që kanë qenë të interesuar rreth pikturës dhe prezantimit, përfaqësimit të Kosovës atje. Akili është një shembull i gjallë se pavarësisht sfidave, talenti dhe përkushtimi mund të sjellin arritje të mëdha dhe të frymëzojnë të tjerët. Akili, për këtë arsye kemi quajtur edhe Fondacioni Akili, që përfaqëson komunitetin disleksik,
por me prirje në fushën e artit, në fushën e muzikës dhe të sportit, dhe me këtë Akili ka qëllim, ose ta themi me një fjalë, fondacioni i Akilit, ka për qëllim të bëjnë ndërgjegjësimin në popullat për disleksin, e cila është një temë bukur shumë tabu në vendin tonë dhe kemi shumë nevojë që këtë komunitet ta shpalosim, ta hapim, ta ftojmë, për arsye se ka qenë një komunitet që nuk ka qenë shumë i shpërfaqshëm në vendin tonë. Ekspozita Zëri i Ngjyrave mbetet një dëshmi e talentit dhe përkushtimit të Akil Dashevcit, duke e shënuar këtë ditë si një sukses të rëndësishëm në rrugtimin e tij artistik.